Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Nëse Zoti të detyron të gabosh, atëherë pse të kërkon llogari? Sot dua të filloj me një pyetje shumë të thjeshtë, por shumë të rëndësishme. Nëse njeriu është i detyruar nga Zoti të bëjë veprat e veta, atëherë pse ekziston përgjegjësia? Pse ka shpërblim, pse ka dënim? Siç mund të keni kuptuar, sot do të flasim për temën e tekdirit, për kaderin e Allahut, për caktimin, një temë e ndërlikuar për shumë veta, por ne do të përpiqemi, inshallah, ta zbërthejmë në dritën e ajeteve të Kuranit të Shenjtë. Për pyetjet që ju parashtrova në fillim, nëse përgjigjja është që sepse kështu është shkruar, kështu është e caktuar, kështu ka qenë e urdhëruar prej Zotit, atëherë ne s'kemi zgjidhur asgjë. E kemi bërë problemin edhe më të vështirë. Sepse njeriu del si një kukull që lëviz, por nuk zgjedh. Dhe nëse ai nuk zgjedh, atëherë fjala faj humbet kuptimi. Fjala merit humbet kuptimi. Fjala keqardhje nuk ka më kuptim. Fjala pendim nuk ka më kuptim. Nëse kështu që nga caktimi, ose tekdiri, mos shko fare te mjeku kur sëmuresh. Nuk ke nevojë të pendohesh për gjunahet që ke bërë. Para se të flasim për tekdirin, duhet i ndajmë 3 gjëra që njerëzit zakonisht i përzihen. Spari, çfarë rendi ka vendosur Zoti i Madhërisht në botë? Pra, Zoti kur ka krijuar këtë botë, ka vendosur ligje, ka vendosur disa rregulla, cilat janë ato dhe si funksionojnë ato. Së dyti, ku i ka lënë njeriu fushë zgjedhje? Pra, lirinë e zgjedhjes. Dhe së treti, çfarë di Zoti për atë që njeriu do të zgjedh? Këto 3 tema janë natyrisht të lidhura me njëra tjetrën, por në momentin kur të trija përzihen, tema bëhet lëmsh. Kur ndahen, tema fillon të kthjellohet. Kurani e vendos boshtin në mënyrë shumë të fortë, duke thënë që inna hadaynahu as-sabila imma shakiran wa imma kafura. Pra, thot Allahu që ne e drejtuam në udhë, le të jetë mirënjohës ose mos mirënjohës. Dhe pastaj thot një ajet tjetër, dhe po të donte Zoti yt, do të besonin që të gjithë ata që banojnë në tokë. Ti, pra, duke ju drejtuar profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam në radhë parë, dhe pastaj gjithë neve që jemi ndjekës të tij, Zoti thot, ti a do të imponosh vallë njerëzit derisa të bëhen besimtar? Dhe shikojmë edhe ajetin e tretë që ta kuptojmë më qartë. Thot, nëse mohoni, pra duke u drejtuar njerëzve në përgjithësi, Allahu thot, nëse mohoni, atëherë Allahu është i pavarur nga ju. Ai nuk e pëlqen mohimin për robrit e tij. Dhe nëse falenderoni, këtë do ta pëlqej për ju. Shikoni, të trija këto ajete ju sqarojnë një temë shumë të rëndësishme në mënyrë shumë të qartë. Pra, këtu, si të thuash, kemi 3 shtylla. Udhëzim ka, imponim të besimit nuk ka, dhe mohimi nuk është i pëlqyer. Kjo do të thotë se nuk mund ta shpjegojmë mëkatin si urdhër të imponuar nga Zoti mbi njeriu. Nëse Zoti vet thot se dëshira e tij është që të gjithë të bëhen besimtar dhe se ai nuk e pëlqen mohimin për askënd, por sërish prap u ka dhënë udhëzimin, pastaj edhe lirinë njerëzve të zgjedhin në daç të jenë mirënjohës, në daç mos mirënjohës, atëherë si mund ta bëjmë mohimin një gjë që ai ja imponon robit? Pra, këtë gjë duhet ta kemi të qartë në radhë të parë. Mendojini me një shembull fare të thjeshtë. Uji, lag, zjarri, djeg, këto janë veti të tyre. Uji nuk vendos sot të lag dhe nesër të mos e lag. Zjarri nuk zgjedh sot të djeg dhe nesër të mos djeg. Prandaj ne nuk i qortojmë. Por njeriu është ndryshe. Njeriu mund të prek dhe mund të mos të prek. Mund të flas edhe mund të hesht. Mund të jap
mund të vjedh, mund të ndihmojë, mund të mos ndihmojë, mund të shty dhe pikërisht sepse mund të bëj edhe njërin edhe tjetrën, ne i kërkojmë llogari. Edhe Zoti do t'i kërkojë llogari. Pra, po ta heqësh zgjedhjen reale, e ke rrëzuar themelin e përgjegjësisë. Pra, kur dikush thot, unë bëra kështu se kështu më ka shkruar Zoti, kështu më kishte shkruar Zoti, ai zakonisht nuk po sqaron një të vërtetë të thellë, ai po kërkon të heq peshën e zgjedhjes nga vetja e tij. Dhe këtu duhet thënë troq, njeriu nuk është as ujë e as zjarr. Njeriu bën zgjedhje. Njeriu është qenie morale, prandaj gjykohet moralisht. Po të mos kishte mundësi reale brenda fushës së vet, atëherë as qortimi, as lavdërimi, as dënimi, as shpërblimi nuk do të kishin asnjë vlerë, nuk do të ishin të drejtë. Një nga arsyet pse shohim sot prapëmbetje në shkencë tek muslimanët, mendoj se është edhe kjo mendësi. Thonë se gjithçka është e shkruar. Po ndodhi ndonjë fatkeqësi, ashtu që e shkruar. Thjesht i shmangesh përgjegjësisë. Po kështu, për të bërë ndonjë projekt në të ardhmen, mjaftohesh duke thënë inshallah. Pra, po e deshi Zoti, do ta bëjmë. I shmangesh vizionit kur ai të kërkon studim të stërmundimshëm. Të dyja këto sjellje nuk kanë lidhje fare me tekdirin. Gabimi i dytë është të mendosh se Zoti krijoi ligjet dhe pastaj u tërhoq. Ky është një ekstrem tjetër. Nga njëra anë është gabim ta bësh njeriu në kukull duke thënë se gjithçka është e shkruar. Nga ana tjetër është gjithashtu gabim ta bësh Zotin një krijues të largët që vetëm si thuash e ndezi universin dhe u largua. Pra, ka nga ata që thonë se gjithçka është vetëm shkak pasojë. Zoti më nuk ndërhyn. Kurani i shpjegon shumë qartë që Zoti vendos tekdir të veçantë për njerëzit të veçantë. Ai gjithashtu ka vendosur tekdir të zakonshëm për të gjithë njerëzit, por edhe tekdir të veçantë për njerëzit e veçantë. Nëse për shembull ka dy palë që luftojnë me njëra tjetrën, ku njëra palë ka vetëm 10 veta, pra njerëz të thjeshtë me mjete tepër të thjeshta, dhe pala tjetër ka 100 veta, mjeshtër me armët më të mira të kohës, sipas ligjit të natyrës fiton e dyta, apo jo? Por nëse pala e dobët qëndron në drejtësi, në mënyrë të palëkundur dhe është e lidhur me Zotin nëpërmjet lutjes, nëpërmjet një profeti të Zotit, pra nëpërmjet një reformatori të Zotit, Zoti ndërhyn, krijon rrethana të tilla që i dobti e mund të fortin. Ky është tekdiri i veçantë. Kjo kërkon ndryshim të madh në qenien tonë. Shikoni çfarë thot në Kur'an Allahu i Madhërisëm, thot Kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli. Pra Allahu e ka shkruar për këtë pjesë, Allahu thot e ka shkruar. Çfarë ka shkruar? Unë dhe të dërguarit e mi patjetër do të triumfojnë. Sigurisht Allahu është i plotfuqishëm mbi zotrues. Pra, ky ajet flet për profetet, për të dërguarit e tij. Gjithmonë ata janë më të dobtit, nëse shikojmë historinë e të gjithë profetëve, si për nga mjetet materiale, ashtu edhe nga njerëzit që i rrethojnë, pra bëhen shoqërues të tyre, sahabë të tyre. Kurse kundërshtari i tyre gjithmonë më i përgatituri, sikur ishte Faraoni, sikur ishte Ebu Xheli, Mekasit, sikur ishin kundërshtarët e Isait alayhi salatu wassalam. Dhe gjithmonë shumë në numër, dhe ata kanë çdo mundësi financiare, taktike, ushtarake e të tjera, por gjithmonë ndodh që profeti i Zotit dhe xhamati i tij triumfon. Triumfon kështu si me magji? Jo. Ata ndjekin tekdirin e veçantë të Allahut, i përgjigjen thirrjes së Allahut të Madhërisëm. Dhe prandaj edhe Allahu i Madhërisëm vendos tekdirin e veçantë për ta, siç është përmendur te ky ajet. Pra, profetët e Zotit asnjëherë nuk e shohin tekdirin si me që është e shkruar, ri rehat se
do të ndodh. Ata bëjnë të gjitha përpjekjet, shohin me vizion të qartë dhe unë ju sjell një ajet tjetër të Kuranit, pra shohin me vizion të qartë dhe luten natë e ditë sepse i druhen vetë mjaftueshmërisë së Zotit. Shikoni, Allahu përmend disa profet duke i spikatur pikërisht këto dy veti të tyre, thotë që kujto robrit tan Ibrahimin, Ishakun, Jakubin, që kanë pasur duar të fuqishme dhe ishin larg pamës. Pra, kur thot Allahu duar të fuqishme, pra kanë pasur duar të fuqishme, çfarë do të thotë? Do të thotë që kanë pasur fuqi veprimi. Nuk do të thotë që ata kanë pasur duar prej qeliku ose prej ndonjë lëndë tjetër. Jo, kuptimi është që ata punonin fort. Dhe përveç se punonin fort, ishin edhe larg pamës, kishin vizion, përdornin logjikën, intelektin. Dhe për këtë arsye Allahu i Madhrishëm i begatoi ata dhe pasuesit e tyre. Fatkeqësisht e kundërta e saj është sot gjendja e një pjese të madhe të muslimanëve. Me fjalë të tjera, është shumë interesante kjo që po e them tani. Tekdiri i zakonshëm, që është tekdiri i shkaqeve, pra për çdo element Zoti ka vendosur se çfarë efekti do të sjellë. Tregon se Zoti duhet të ekzistojë. Pra, duke parë shkaqet dhe pasojat, çdo njeri, pra duke parë efektet e elementeve të diellit, të hënës, të gjithë këtij universi, ky është tekdiri i përgjithshëm. Duke parë këtë tekdir të përgjithshëm, njeriu mendon që duhet të ketë një Zot, duhet të ketë një planifikues, duhet të ekzistojë një organizator i gjithë këtij sistemi. Kurse tekdiri i veçantë që shfaqet nëpërmjet lutjes, nëpërmjet kontaktit me Zotin, nëpërmjet lidhjes tënde me të dërguarin e Zotit. Tekdiri i veçantë provon dhe manifeston ekzistencën e Zotit. Pra, me tekdir të përgjithshëm ti thjesht arrin të dallosh se ka një Zot, por me tekdirin e veçantë ti lidhesh me atë Zot, sepse ai Zot manifestohet para teje me tekdirin e veçantë. Por tani pyetja mbetet, sidomos nga ata të cilët mendojnë se çdo gjë është e shkruar, çfarë është e shkruar atëherë? Zoti e ka thënë në Kuranin e Shenjtë disa gjëra, prej tyre do t'i tregoj që ta kuptoni që një është ajo që Allahu e ka pohuar vetë, që e ka shkruar, unë dhe të dërguarit e mi patjetër do të triumfojnë. Dhe e dyta është e shkruar ajalun musamma, e përmend Kurani disa herë. Pra, afatin maksimal. Zoti e ka shkruar afatin maksimal, moshën maksimale që mund të arrijë një individ, një person. Dhe e bukura është që këtë Zoti nuk e ka lënë të zbuluar. Prandaj është fusha e veprimit për njeriu që është shumë e hapur. Le ta shikojmë një ajet të Kuranit për ta kuptuar këtë. Pra, ju mund të lexoni Kuranin në webfaqen tonë. Le ta shikojmë në surën e 6 dhe ajeti 3. Shikoni çfarë thot Zoti. Është ai që ju krijoi nga dheu e më pas dekretoi një afat. Afati i caktuar është tek ai. Pra, ky afati i caktuar, ajalun musamma, është vetëm tek Zoti, është në dijenin e vetëm të Zotit. Kjo do të thotë që njeriu ka një afat maksimal, por vdekja mund të vijë edhe më herët. Mundet që robi të mos mund të arrijë kapacitetin ose moshën e tij maksimale për shkak të mospërpjekjes, për shkak të abuzimeve që i bën vetes. Mund ta kuptojmë këtë temë me një shembull tjetër. Shikoni, një kal këtu, siç shohim, është i lidhur me trungun e një peme. Nëpërmjet një litari, për shembull, që ka gjatësinë 20 metra, quajmë. Kali
mund të kullotet rreth e përqark pemës, ai mund të mos shkojë deri në metrin 20 duke u treguar përtac dhe të mjaftohet dhe të kullos pra duke qenë në hijen e pemës. Sa më afër pemës, por që të arrijë maksimumin e tij, ai duhet të lëvizë dhe duhet të tentojë të shkojë në skajin e tij të fundit. Këtë e thot Kurani që në një ajet tjetër në suren 53, surja An-Najm, edhe emri i kësaj sure është shumë interesante, do t'i tregoj, dhe në ajetin 40 që siç ju kam treguar këtë ajet edhe më përpara, që wa alaysa lil insani illa ma sa'a, që Allahu e ka vendosur se njeriu nuk do të ketë asgjë përveç përpjekjes së tij. Pra, ne duke abuzuar me veten ose duke shkelur ligjet që ka caktuar Zoti i Gjithëmëshirshëm për ne, i shkurtojmë vetes kapacitetin ose moshën. Gabimin e bëjmë ne, por prapse prap Zoti është aq i mëshirshëm saqë në Kur'an thot se nëse bëjmë istighfar, pra nëse pendohemi dhe i kërkojmë falje Zotit dhe i lutemi me sinqeritet, ai na e largon dëmin e gabimeve që kemi bërë dhe na mundson të shkojmë më lart se sa atje ku ne mund të përfundonim. Kështu që shikojmë një ajet tjetër, ai thot në Kur'an që në suren Hud, pra në suren 11 dhe në ajetin e 4, Allahu thot që pra ky Kur'an, ky libër ka ardhur që ju bën thirrje që ju t'i kërkoni falje Zotit tuaj dhe të përuleni me pendes pranë tij, ai pra me kërkim falje dhe me pendes, pra nëpërmjet lutjes, nëpërmjet pendesës, nëpërmjet kthimit tek Zoti, çfarë ndodh? Ai do t'ju furnizojë me mjete të mira deri në një afat të caktuar. Pra, si të thuash që ti do t'i afrohesh sa më shumë atij afati që është quajtur ajalun musamma. Dhe pavarësisht se ti e ke shkurtuar duke abuzuar me veten tënde ose duke bërë gjunafe të tjera, dhe Allahu i Madhërisht thot se prapse nëse ti pendohesh, nëse i kërkon falje, ai do t'ju furnizojë me mjete të mira deri në një afat caktuar dhe do t'i jap çdo të lartësuari lartësinë e tij. Wa yu'ti kulli dhi fadlin fadla. Pra çdo kush që ka ndonjë merit, që ka ndonjë lartësi në shpirtin e tij, Allahu t'i shtojë lartësinë akoma më shumë. Pra Zoti ta ndryshua ka tekdirin nëse i lutesh dhe nëse i kërkon falje. Kështu ndodh edhe me tekdirin e popujve. Kemi ajetin e famshëm që Allahu thot që Allahu nuk ja ndryshon gjendjen një populli derisa ai popull nuk e ndryshon gjendjen e vet. Pra, sipas Kuranit, Zoti vazhdimisht të thërret ta përmirësosh tekdirin në çdo nivel. Dhe për këtë përgjigju profetit të kohës që të bashkohesh me xhamatin e Zotit. Dhe ky është hapi kryesor që robi duhet të bëjë në jetën e tij. Gjithçka tjetër është nën këtij hapi. Shumë njerëz e lexojnë Kuranin, por shumë pak e kuptojnë se si lidhen ajetet me njëra tjetrën dhe se si fjalët e Kuranit mund të ndryshojnë jetën e njeriu. Në këto mësime ne nuk bëjmë vetëm përkthimin e Kuranit, ne përpiqemi të zbulojmë logjikën e Kuranit, domethënie të thella të ajeteve të Kuranit, lidhjen mes sureve dhe mesazhin e gjallë që Kurani ka për jetën tonë sot. Kjo video që po shikoni është vetëm një pjesë e një mësimi të plot për shpjegimin e Kuranit. Nëse dëshironi të merrni pjesë në këto mësime që janë pa pagesë, janë falas, më shkruani në WhatsApp me mesazhin "Dua të marr pjesë në mësim për shpjegimin e Kuranit". Numri WhatsApp është në ekran. Le të kthehemi në temën e fjalë. Një gjë tjetër që është e shkruar janë efektet e çdo elementi. Zoti ka thënë në Kur'an, tha inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar, që ne kemi krijuar çdo gjë
me mas, me kader. Dhe gjithashtu është të shkruar që veprat çfarë pasojash do të kenë. Kjo në qoftë se ti bën idhujtari, ajo do të ketë një pasojë. Në qoftë se ti hyn në gjuna, gjunahu ka një pasojë. Në qoftë se ti bën një vepër të mirë, ajo vepër e mirë të sjell një efekt. Pra, të gjitha këto veprat kanë pasojat, kanë efektet, dhe duke mos i kuptuar këto gjëra, pra cilat janë gjërat e shkruara dhe cilat janë ato në të cilat njeriu ka lirinë e zgjedhjes, njerëzit kalojnë në dy skaje të gabuara. Pra, ose thonë se gjithçka është e shkruar, ose thonë se Zoti krijoi dhe më nuk merret me krijimin dhe gjithçka e vendos njeriu. Të dyja këto skaje janë të gabuara, siç ju thash. Është një libër, Taktimi i Zotit, Takdire Ilahi, është shkruar në gjuhën urdu nga Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmed, kalifi i dytë i Xhamatit Musliman Ahmedian, një dietar shumë i madh. Inshallah ky libër do të përkthehet në shqip dhe do ta keni në faqen tonë. Pra shumë nga argumente të këtij mësimi nga libri i tij kam marr, por te libri ju mund ta gjeni edhe komentin e shumë ajeteve që flasin për tekdirin dhe shumë çështje të tjera. Dhe ai thotë që ndër të tjera, se përse njerëzit e keq kuptojnë temën e tekdirit, është një pikë shumë e rëndësishme kjo. Nëse do ta mbani mend këtë, do t'ju zgjidhin shumë pikpyetje në lidhje me takdirin. Ai thotë se në përgjithësi njerëzit e keq kuptojnë temën e tekdirit sepse përzihen dy tema që janë të ndryshme, që Zoti i ka shpjeguar në mënyrë të ndara, por shumë prej nesh gabimisht i fusim të dyja në temën e tekdirit. Përzihen, çfarë janë ato? Përzihen dijen e Zotit me caktimin e Zotit. Sepse gabimi klasik është ky. Dikush thot, nëse Zoti e di paraprakisht çfarë do të bëj unë, atëherë unë që kam i detyruar ta bëj. Por kjo nuk rrjedh domosdoshmërisht. Zoti i Madhërisëm sipas Kuranit të Shenjtë ka dy emra. Dhe emrat e Zotit ju duhet të dini që nuk janë emra siç janë emrat tanë, por janë cilësitë. Dhe njëri emër është El-Alim, i gjithdijshmi. Dhe tjetri është El-Qadir, që zakonisht përkthehet i plot fuqishmi, por El-Qadir fjalë për fjalë do të thotë ai që vendos, ai që bën kader. Pikrisht kader vjen nga kjo rrojnë. El-Qadir pra gjithashtu do të thotë caktuesi. Kështu, dija e Zotit është gjë tjetër dhe caktimi prej Zotit është gjë tjetër. Për shembull, një mësues me përvojë sheh dy nxënës. Njërin e sheh të përgatitur, e tjetrin e sheh të shkujdesur. Mësuesi mund ta di pothuajse me siguri kush do të dalë mirë dhe kush do të dështojë. Por dija e mësuesit nuk e fut në kokën e nxënësit dembelin. Nuk është dija e mësuesit ajo që e rrezon. Ajo thjesht përputhet me zgjedhjen që bën nxënësi për veten e tij. Tani, analogjia është vetëm për të dalluar dijen nga caktimi, nga imponimi, le të themi për pak kohë. Dija e Zotit natyrisht nuk është si dija e dobët e njeriut, por dallimi logjik mbetet. Të dish paraprakisht nuk është njësoj si të imponosh paraprakisht. Ne jemi njerëz dhe nuk kemi dijeni për të padukshmen, por Zoti është krijuesi dhe i gjithdijshmi. Andaj ai e di edhe të kaluarën, por edhe të ardhmen. Por dija e tij nuk është shkaktare e veprave që bëj unë sot ose nesër, ose që bën ti sot ose nesër. Dikush mund të pyes, mirë, nëse Zoti e di që filani do të vjedh ose do të hyjë në gjuna, pse nuk e ndalon? Nuk e ndalon sepse Zoti i ka dhënë njeriu lirinë e zgjedhjes. Pra kjo do të thotë se duaja nuk është e kotë, pendimi nuk është i kotë, planifikimi nuk është i kotë, mjekimi nuk është i kotë, masat nuk janë të kota, përkundrazi, të gjitha këto hyjnë në rrjetin real të shkaqeve. Nga ana e Zotit ai e di çfarë do të zgjedhim. Nga ana jon ne jetojmë duke zgjedhur realisht, duke u lutur realisht, duke gabuar realisht
dhe duke u kthyer tek Zoti realisht. Këtë mund ta kuptojmë edhe në një mënyrë tjetër, pra dija në jetën e njeriu të mundson të parashikosh gjërat. Zoti është i gjithdijshëm, prandaj di edhe të ardhmen. Edhe njeriu pra sa më shumë të di, sa më shumë dije të ketë, aq më shumë mund të parashikojë se çfarë do të ndodhë. Këtë e shohim edhe në jetën e përditshme. Sot nëpërmjet njohurive shkencore dhe të dhënave që mblidhen nga satelitet, radarët dhe stacionet meteorologjike, njeriu mund të parashikojë nëse të nesërmen do të bjerë shi, do të ketë erë apo do të jetë ditë me diell. Parashikimi mund të mos jetë gjithmonë 100% i saktë, sepse dija dhe të dhënat e njeriu janë të kufizuara. Por sa më shumë të dhëna të ketë dhe sa më të sakta të jenë ato, aq më i saktë bëhet edhe parashikimi. Hazret Kalifi i 4 i Xhamatit Musliman Ahmedia, një dietar shumë i madh, Hazret Mirza Tahir Ahmed, pra, duke sqaruar pikërisht këtë temë, thotë se vetë jeta na tregon se dija i mundson njeriu të shohë përpara. Sa më shumë dije të ketë, aq më shumë mund të parashikojë. Atëherë mendoni për Zotin. Ai është krijuesi i gjithçka. Ai është krijuesi i çdo grimce, çdo qelize që ekziston në çdo gjallës. Ai e njeh trupin e njeriu, shpirtin e tij, aftësitë, dobësitë, mendimet, rrethanat dhe të gjitha shkaqet që veprojnë në jetën e tij në tërë universin. Ai nuk njeh vetëm disa të dhëna siç njeh njeriu. Ai njeh çdo shkak, çdo rrethan dhe çdo pasojë. Prandaj Zoti e di të ardhmen në mënyrë të plotë. Sepse është El-Alim, është i gjithdijshëm. Nëse njeriu me dijen e tij të kufizuar mund të parashikojë një pjesë të së ardhmes, atëherë Zoti që ka dije të pakufishme e di të ardhmen në mënyrë të plotë. Por dija e Zotit, për atë që do ta bëjë njeriu, nuk do të thotë se ai ja ka caktuar njeriu atë vepër. Pra fakti që Zoti e di të ardhmen lidhet me cilësinë e tij si El-Alim, i gjithdijshmi, kurse caktimi lidhet me cilësinë e tij El-Qadir, caktuesi. Dija e Zotit dhe caktimi prej tij janë, siç ju thash, dy gjëra të ndryshme. Këtë duhet ta kuptojmë. Pastaj këtë përsëri Hazret Kalifi i 2 i Xhamatit e thot edhe një pikë shumë të rëndësishme, thot që këtë çështje njerëzit e ndërlikojnë edhe për arsye sepse kanë keq kuptuar disa shprehje. Pra, ka disa shprehje që përdorim zakonisht, të cilat shumë kush e ngatron. Për shembull, shpesh themi asgjë nuk bëhet pa lejen e Zotit, ose themi ka qenë e shkruar, etj. Këto shprehje janë të sakta, patjetër që janë të sakta, por nuk mund të nxjerrësh kuptimin, domethënien se çdo gjë që ndodh në jetën e çdo kujt prej nesh në çdo moment po e bëj ka Zoti. Kjo nuk duhet të nxirret kuptimi i këtyre shprehjeve, sepse e shpjeguam në dritën e ajeteve të Kuranit, sepse kështu nuk është. Sepse po të ishte kështu, çfarë kuptimi ka ajeti që ju citova pak më herët, ku Zoti thotë se robi ka lirinë në dashje të jetë mirënjohës, në dashje të mos mirënjohës dhe shumë ajete tjera. Kuptimi i këtyre shprehjeve është që Zoti është ai që vendos rezultatin. Ai është gjykatësi suprem. Pra, nga që është e përcaktuar se si do të jetë rezultati, nëse vepron kështu apo ashtu, rezultati përfundimtar po vjen prej Zotit. Në këtë kuptim, këto shprehje janë të sakta. Po kështu, këto shprehje janë të sakta në raste ku ju kam përmendur më sipër, ku Zoti e ka shprehur me mendosmëri se nuk e ndryshon tekdiri. Këto shprehje, pra në ato raste marrin kuptimin e tyre të plot, siç thot, ju thash pak më herët, që Allahu thot, unë e kam shkruar se unë dhe të dërguarit e mi patjetër triumfojnë. Ose siç thot Zoti në Kur'an, në një ajet tjetër, në surën Al-Baqara, që ne patjetër do t'ju sprovojmë duke ju përballur me pak frikë, me pak uri, me pak humbje të pasurisë, të njerëzve e të vjelave. Dhe tha, jepu lajm të gëzueshëm durimtarëve. Pra, kështu disa herë humbja na vjen edhe si sprov, por bashkë me këtë ka edhe lajm të gëzueshëm për durimtarët. Disa pra pyesin, nëse Zoti e di të ardhmen, pse na sprovon? Përgjigjja është, sprova
vjen që Allahu të tregojë ty se në çfarë gjendje je. Jo sepse Allahu dëshiron të di se ku je. Allahu patjetër që e di se ku je, por Allahu dëshiron të tregojë edhe ty se në çfarë gjendje je. Me kaq e ta mbyllim këtë temë. Faleminderit shumë për vëmendje.